Trump, uraniumi I pasuruar I Iranit do të sillet në SBA. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje e mundshme mes Shteteve të Bashkuara dhe të Iranit mund të përfshijë dhe transferimin e uraniumit të pasuruar të Teheranit drejt Shteteve të Bashkuara, gjë që Irani e ka refuzuar më vonë që të ketë arritur një marrëveshje në parim. Në pronësim për Reuters, Trump tha se procesi do zhvillohen në mënyrë të koordinuar dhe të kontrolluar duke përfshirë operacione në impjantet bërthamore të dëmtuar. Do të arrijmë këtë, do të hyjmë në Iranin në mënyrë që të qetë, do të fillojmë gërmimet me makineri të mëdha, do sillen në Shtetet e Bashkuara. U shpreh ai, sipas këtij plani do synojë zhvendosjen e materialit pasuruar me nivel të lartë nga objektet bërthamore iraniane. Megjithatë, zyrtarët iranianë nuk kanë konfirmuar asnjë detaj të kësaj nisme.